Kristian Aslani, duket i rilindur te Beshiktashi, me sfushori shqiptar, ka hequr shumë peshë të madhe nga vetja pas largimit nga Serie A, në kampionatin që ka një vëmendje më të madhe dhe ku Aslani kërkonte me patjetër që të jetë se sa më shumë, gjërat nuk shkuan as pak mirë. Thuhet shpesh se ndonjëherë dëshira e madhe për të provuar veten të bën që të dhurosh performanca të cilat janë për të harruar. Ky mund të quhet edhe rasti i Kristian Aslanit, që pasi zhgënjeu te Interi, zhgënjeu 2 fish më shumë te Torino. Nëse edhe Torino të kthen nga huazimi përpara kohe, situata nuk është as pak e mirë. Kështu shqiptari vendosi që të largohej fare nga Italia dhe të niste javën tur të re në Turqi. Ai u bashkoa Beshiktashit dhe që në ndeshjen e parë debutuese do të ndëshkohej me karton të kuq, por përpara se të merrte të kuqin, në fillim do të dhuronte asistin e golit. Të gjithë tifozët e Beshiktashit u ngritën në këmbë dhe nisën me duar trokitjet karshi shqiptarit si për të treguar se ishte vetëm syri i keq. Kështu, edhe në ndeshjen Beshiktash Göztepe, të mbyllur në shifrat 4-0 në ditën e ndjeshme, Kristian Aslani ka shkëlqyer duke dhuruar asistin në golin e dytë të takimit të shënuar nga Murillo. Ky rast ka marrë një vëmendje të madhe në rrjetet sociale, pasi ishte për t'u trajtuar ndryshe. Në fillim, Kristian Aslani e mori topin nga portieri dhe teksa ishte në presionin e 4 lojtarëve kundërshtar, shqiptari bëri zgjedhjen më të vështirë, duke i nxjerrë të gjithë ujq dhe duke kaluar topin nga lart në krahun e majt. Një zgjedhje kjo që Kristiani e pëlqen shpesh për të bërë të kundërtën e asaj që mendohet dhe për të luajtur futboll në mes të presionit të madh. Vetëm 3 sekonda më vonë, në minutën e 35 e 28 sekonda, Kristian Aslani hedhi një vështrim dhe gjen Murillon, teksa gjendej i vendosur në mbrojtjen e Beshiktashit. Vetëm 12 sekonda më vonë, Kristian Aslani afrohet në zonën kundërshtare dhe pasi merr topin, gjen pikërisht lojtarin, të cilin e kishte në horizontin e shikimit të tij që në nisje të aksionit, Murillon, i cili shënoi një gol fantastik. Kështu ishte një gol i krijuar nga këmbët e Aslanit, që nga fillimi i aksionit dhe deri në fund të tij. Por detaj i bukur ishte fakti se Aslani e gjeti autorin e golit që pa shkuar ende në mesfushën e kundërshtarëve. Ky është horizonti dhe nuhatja e Kristian Aslanit.